Dashur shikues, vazhdojmë edhe sonte me juve për të biseduar për dilema, diskutime të ndryshme, dispozita që kanë bënë me agjerimin, në veçanti me gjërat që se prishin agjerimin, e prishin apo se prishin. Kemi filluar qysh me 2 emisionet e kaluara me i detajzu gjanat, por ka shumë çështje për të cilat po ashtu edhe sonte do të flas me Hoxhën Alaudin Abazi. Hoxhë, mirë se erdha. Mirë se jeni. Hoxhë, kemi bëjë mesele cilat na interesojnë me ditë a e prishin as e prishin. I përmenëm mbram disa gjëra më kryesore, më të rëndësishme, por prap janë edhe disa aspekte tjera që jo domosdoshmërisht kanë të bëjnë me ushqimin edhe pirjen. E që temë kryesore në këtë situatë është kontakti intim mes bashkëshortëve gjatë ditës Ramazanit. Si trajton feja këtë çështje? Kur i qasim i agjerimit, atëherë e dim qartë se nuk është vetëm një me thonë qasje dietale që njeriu mu distancu nga ushqimi dhe pijet, por është edhe braktisja ose distancimi edhe nga epshi në përgjithësi edhe raportin intim. Madje kur themi marrëdhëniet intime, ndoshta konsiderohet si shkelja më e rëndë apo prishja më e rëndë që mundet me ndodhë me agjerimin në përgjithësi. Për arsye se ka të bëjë edhe me prishjen e agjerimit, po gjithashtu edhe me shenjtërinë e këtij adhurimi si ritual, më thon kushtimisht. Prandaj prej gjërave që e prishin agjerimin është edhe raporti intim ndërmjet burrit edhe gruas. Gjithsesi. Por Hoxhë, ndodh që çështjet e epshit nuk janë gjithsesi vetëm me kontaktin intim, ato mund ndodhen në forma tjera. Do me thonë me qoftë përkthjelje, qoftë vetkënaqësia të ngjashme, por realisht ndodh ajo kënaqësia finale, edhe ndodh ejakulimi. A e prishin këto gjëra të agjerimin? Nëse s'është kontakti intim, por forma tjera. Pavarësisht si ndodh ajo, nëse ndodh ejakulimi, atëherë kjo automatikisht e prish agjerimin. Përderisa është me qëllim dhe me vetdëshirë. Nëse është me qëllim dhe me vetdëshirë, atëherë kjo e prish agjerimin dhe në këtë pothuajse ka konsenzus tek fukahat, për arsye se të gjitha hyjnë në kuptimin e pra mos distancimit apo mos braktisjes së epshit, që në disa transmetime ka ardhur që e lën ushqimin dhe epshin e tij për hir të Zotit. Pikërisht. Pra nuk kupton ajo që ndodh me një lloj kënaqësie, sepse mund ndodh Hoxhë ejakulimi jo domosdoshmërisht nga kontakti intim apo nga kënaqësia, por në një situatë tjetër, qoftë ajo smundje ose situatë pa dëshirën e personit. Si trajtohet? Është e mundshme, e diskutojnë këtë edhe fukahat në librat e tyre, nëse ndodh ejakulimi pa qëllim dhe nuk është me vetdëshirë, mirë po si rrethon e smundjes apo rrethona tjera, atëherë në këtë rast kjo nuk e prish agjerimin. Dhe ai vazhdon agjerimin për arsye se është rrethonë jashtëzakonshme dhe është pa dëshirën e tij. A vlen e njëjta Hoxhë edhe për situata shkrejt tjetër, që ndodh kënaqësia, por jo me veprimin e personit, sikur që janë situatat në gjumë policione. Po, edhe në gjumë, nëse ndodh njëri vren që po zakonisht tek adoleshentët, nëse kjo ndodh si rezultat i gjumit apo ëndrave kështu me radhë, atëherë në këtë rast ai e vazhdon agjerimin, pra pastrohet me rregull. Se ka ndodhur gjatë ditës nuk e prish agjerimin për arsye se prapë i kthehemi tek ajo esenca se është diçka jashtë dëshirës edhe vullnetit të tij. Mirë, janë Hoxhë disa situata që nuk arrin të kontakti intim ose ejakulimi, por janë disa veprime si puthja, përkthjelja. Si trajtohen? Diskutimet në çështjen e raporteve shoqërore apo raportin mes burrit edhe gruas jashtë raportit intim, me thonë asheqare, fukahat thonë që nuk ka gjë të keqe në kuptimin që lejohet puthja, lejohet përkthjelja, lejohet edhe me ndajt afër, pra nuk duhet ta kuptoj izolimi total nga nuk duhet ta kuptoj besimtari që jam agjerueshëm dhe duhet tash të rri jashtë, po.
nuk ka dyshim që është e lejuar edhe për rrethana të rëndomta, pra jo vetëm në raste të jashtëzakonshme, po edhe thjesht për qafimi, për gdhelja dhe puthja është e lejuar. Madje kemi një transmetim nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan para se të del nga shtëpia më ka puthur dhe ka shkuar ka fal namazin, që faktikisht ka pas abdes, nuk u prish, ka pas abdes, ka pas agjerim edhe ka shkuar ka fal namazin. Por fukahat në përgjithësi kur flasin për këtë problematik theksojnë që bëjnë një lloj dallimi që me pas kujdes që nëse njeriu posaçërisht ata që janë të martuar rishtas, të kenë kujdes që ndoshta vazhdimi në këtë formë të afrimit apo përgdheljes mund të shpije tek ajo që është nëse dikush ndoshta edhe veç e din që ka më vështirë me u përmbajt, atëherë më mirë është ta kufizoj veten edhe me kujdes. Po. Hoxhë, kontakti tim është i ndaluar në Ramazan, se prish agjerimin, por pas iftarit deri në syfyr është një gjë e toleruar. Dhe ndodh, është pjesë e natyrshmërisë njerëzore. Ndodh që njeriu të jetë i papastër deri në kohën e syfyrit. Por shtyrja e larjes, pastrimit, guslit, pas imsakut, a e cënon kjo agjerimin, përderisa nuk ka ndodhur akti intim jashtë kohës, por gusli qartë. Nuk është kusht që njeriu me fillu agjerimin duke qenë i pastër, faktikisht duke mos qenë gjunub, nuk është kusht kjo. Pra mundet me qenë kusht për me fal namazin e sabahut, përndryshe nëse njeriu po themi drejt për drejt ka pas raport intim me bashortën, edhe ka ra me fjet, edhe o zgjun nga gjumi, nuk ka kohë, pa e lëzajmë thjesht 20 minuta ka kohë, ose me hangër buk, ose me pastru, themi ha buk, bëj syfyr, pastaj edhe nëse thirr ezani i sabahut, edhe të hynë mu pastru, nuk ka gjë të keqe. Po ndoshta mund me ndodhë edhe me ezan gjumi tërësisht, edhe mos mu zgju vetëm se me kalu krejt syfyrin ose mu zgju mas sabahut dikur vonë, ajo nuk e prish agjerimin, pra vetëm hyn pastrohet me rgusull për të falur namazin, përndryshe agjerimi është valid dhe nuk ka kurfar, pra edhe nuk e pakson vlerën e agjerimit ashtu siç mundet me pretendu dikush. Prandaj kjo është një gjë që faktikisht edhe nga praktika pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gratë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam përcjellin që i dërguari i Allahut është pastruar mas ezanit të sabahut duke qenë gjunub. Pa nuk është zot që kur të bëhet një jetë me kanë i pastër, apo me ngrënë syfirin duke kanë i pastër. Mirë, hoxh, kaloj do citata që po ashtu lidhen me gjinin femrore me gratë, por ma shumë me aspekte mjekësore shëndetësore. Preparatet, pastrimet, të ndryshme ekzaminimet, qoftë domethënë në mënyrë fizike ose me mjete, që ndodhin në organet gjenitale të gjinisë femrore. Si trajtohen këto? Se është një aspekt i brendësisë. Po, është diskutimi ka të bëjë me atë gjof, se çfarë është brendësi për njeriu në përgjithësi. Në bazë që ati diskutimi që kemi ba mbrëmjen e kaluar, themi që e sakta është sipas asaj që e diskutojnë fukahat bashkohor që e kanë trajtu këtë çështje dhe i kanë ba ato analiza, theksojnë që përderisa brendësi konsiderohet vetëm ato lukthi dhe organet e tretjes, atëherë nëse bëhet ekzaminimi qoftë me preparate të ndryshme ose edhe përdorimi i barave të ndryshëm që përdorin gratë ose shkojnë te ginekologja për të bërë ekzaminime, të gjitha këto nëse janë të nevojshme nuk janë për gjërave që e prishin agjerimin inshallah. Mirë, edhe situata nëse janë edhe më të thella, sikurse futja e spirale, se që kanë të bëjnë me ekzaminimet e mitës e kështu me radhë. Të gjitha janë prej gjërave që nuk e prishin. Edhe nëse përdorim, nuk ka gjëra. Megjithse, po e them edhe një herë, nëse ka mundësi të shtyhet deri në kohën e iftarit, është më në rregull, por konstatimi i bashkohorëve është që këto gjëra nuk e prishin agjerimin për shkak që nuk janë ushqim dhe nuk është depërtim në brendësinë e gjof që është për qëllim të pra luktit edhe organeve të tretjes. Hoxh, shumë janë të qarta këto sqarime, po megjithatë duhet pak edhe shembuj me i trajtu se dikujt i intereson shembulli konkret pavarësisht rregullit.
Po ashtu ka situata tjera ajo që quhet klizma, domethënë stimulimi i nxjerrjes së materialeve jashtëqitëse. Po kjo pavarësisht gjenisë, domethënë. Po, edhe kjo është një ndërhyrje mjekësore, e cila bëhet në situata të jashtëzakonshme që detyrohen mjekët ta përdorin. Parimisht edhe kjo e saktë është se nuk e prish agjërimin. Megjithse themi futet ujë, futen vitamina të ndryshme, por e saktë është që kjo pjesë nuk konsiderohet prej brendësisë që përfiton besim njeriu ushqim apo fuqizohet trupi i tij, prandaj e tërë është intervenim me cilën ne bëhet ajo për të larguar ato fekalet edhe pse aty është një ndërhyrje te zorra dhe zorra është domethënë që thith gjanat te kjo situatë. Po përderisa nuk është ushqimore, është e njëjta sikur ndërhyrje tjera. Megjithse prap themi që ka edhe pej bashkëkohorëve që kanë rezerva në këtë, që me qenë korrekt, për shkak kësaj që po e përmend dilemes edhe thithja e zorrëve që absorbimi i tyre, por përderisa nuk janë ato elemente ose medikamente që nuk janë gjëra ushqyese, nuk janë nga kanalet normale, atëherë e saktë është që nuk e prish. Andaj themi që nëse ka domosdoshmëri të bëhet intervenimi gjatë ditës, bëhet, po nëse ka mundësi të shtyhet, kjo do të ishte më e drejta. Mirë. Kalojmë në situata rrethana pak më ndryshe, që kanë të bëjnë me mendjen vetdijen. Humbja e vetdijes gjatë ditës, alivanosja e të ngjashme. Si me trajtu këtë situatë për agjëruesin? Nuk ka dyshim që një prej kushteve themelore të agjërimit është niyeti, qëllimi, që është me niyet edhe qëllim e kemi për synojmë vetdia e plotë e njeriu që është duke e kryer një ritual, një ibadet. Prandaj edhe ky ritual nuk pranohet prej njeriu që të çmendur, që s'ka mendje, edhe tek fëmia nuk obligohet, megjithse pranimi i tij është pranimi i agjërimit është i saktë, por nuk obligohet me këtë ritual për shkak që se vetdia e tij nuk është në nivelin sikur kur arrin moshën e pjekurisë. Prandaj e shohim se është shumë e domosdoshme çështja e vetdijes të kryerjes së këtij rituali. Prandaj nëse ndodh njeriu me humb vetdijen gjatë Ramazanit, gjatë ditës Ramazanit, dhe kjo vetdije është brenda kohës së agjërimit dhe ndodh 2 orë, 3 orë dhe i kthehet vetdia, atëherë e saktë është që agjërimi nuk është prish, për arsye se është e pjesërisshme. Është e pjesërisshme dhe fukahat kanë bërë analogji me gjumin. Sikurse njeriu që flan gjumë e humb vetdijen, nuk është vetvetja. Dhe e njëjta ndodh edhe me atë që e humb vetdijen ose i bën të fikt e kështu me radhë. Pra kanë thënë është e njëjtë. Mirë, po nëse ndodh vetdia, pra humbja vetdijes është për një kohë gjatë, posaçërisht prej fillimit të futjes imsakut deri në iftar, edhe ai fare nuk e ka ndi veten asnjë moment, atëherë në këtë rast kanë thënë që nuk konsiderohet që ka agjëru për shkak që nuk e ka shoqëruar vetdia e tij e plot për ritualin e kryer. Domethënë ka kaluar një ditë nuk e ka ndjer. Po asnjë moment Prandaj edhe e saktë është që ky e prish agjërimin dhe duhet ta kompensojë kur ka mundësi. Pra këtë dallim e bëjnë fukahat mes humbjes vetdijes brenda një pjesërisht dhe humbja tërësisht. Po. E përmendet gjumin, me gjumë si mja ba, nëse ndodh dikush gjatë ditës është e kuptueshme, por prej imsakut deri në iftar. Fatkeqësisht kjo është një veprimtari që ndoshta disa për të ikur të lashës uris apo rrethon, ndoshta më shumë aspektin psiqik frikës kësaj, e kalojnë kohën në gjumë, ka disa nga neglizhenca, natën rrin çutë. Edhe kjo është, po. E saktë është që agjërimi është valid, nuk ka dyshim në këtë, por shpërblimi nuk është në nivelin atij që jeton jetën e përditshme normale. Domethënë nuk e ka humbë ditën e agjërimit, por ka humbë shpërblimet shumëta. Po që mundet me i arrit. Por se si dispozit nuk ka nevojë me kaza nëse dikujt i ndodh. Mirë, disa situata po ashtu te vetdia, po kjo në mënyrë domethënë të qëllimshme në këtë rast, puna e anestezionit. Nëse është total në humbje të vetdijes ose nëse është lokal i pjesërisht. E njëjta është edhe me anestezionin. Posaçërisht për atë lokal nuk ka dyshim që nuk e prish.
për shkak se nuk është vitamin, injeksioni nuk është vitamin, është medikament që qatë pjesë e mpin, kështu që kjo nuk e prish agjerimin, kurse anestezioni tërësishëm, nëse ndodh për një periudhë caktuar 2-3 orë, 4 orë dhe intervenimi është shumë i thjeshtë, pra nuk ka nevojë për infuzion, pra preparate ushqyese që zakonisht e shoqërojnë intervenimet operacione, atëherë vetë mpirja edhe anestezion nuk e prish agjerimin nëse është në një kohë caktuar, pra brenda ditës së agjerimit dhe i kthehet vetia, atëherë nuk prish punë. Mirë po nëse është një kohë e gjatë dhe ai e humb sensin e ditës edhe fillimin e agjerimit dhe fundit, e kështu me radhë, pastaj përdorin këto preparatet apo medikamentet ushqyese, atëherë e saktë është që e prish. Realisht, hoxhna këto i diskutojmë si situata, ka njerë edhe më shumë hipotetike se njeriu me hynë në operacion dhe në anestezion të plot. Të rralla mund me kanë situata që është njëri agjerueshëm, sepse ai veç është në një situatë kritike. Mundet me ndodhë nga njëherë janë disa ndërhyrje shumë të thjeshta, por që kërkojnë anestezion të plot. Mjekët e preferojnë anestezion e plot, po them kushtimin ndoshta me hek ndonjë puçër apo diçka që është shumë e thjeshtë. Kjo është diskutimi i tyre. Pra, edhe për mu largu, mundet me qenë në një pozitë apo në një vend shumë të ndihshëm e kështu me radhë, prandaj për të larguar çdo qasje apo dalje prej kontrolli, atëherë e bëjnë këtë intervenim, megjithëse ashtu siç thua ti, kjo anestezion patjetër duhet mu shoqëru edhe me infuzione ushqyese. Përmend hoxhë anestezioni lokal edhe janë ato situatat që shpesh ndodh sidomos te rregullimi i dhëmbëve. Të pas parasysh edhe është anestezion, po edhe ka të bëjë me gojën edhe me organet ku kalon ushqimi. Si konsiderohet trajtimi i dhëmbëve mjekësor, rregullimi, mbushja, heqja e gjanat përcjellse? Në përgjithësi, parimi i kthehemi prap asaj esencës që përderisa nuk depërton diçka në brendësi, po këtë puna do të jetë në gojë, pra pastrimi ose plomba ose heqja e dhëmbit, anestezioni me injeksion. Ose në intervenim pak më kirurgjikal nëse është. Të gjitha nëse është brenda dhe nuk depërton diçka në brendësi, atëherë është valid, pra lejohet edhe agjerimi është i pranueshëm, përderisa nuk ka depërtu diçka në brendësi. Nëse ka dyshime, posaçërisht siç po e përmend intervenimet e thella që mundet shumë me depërtu diçka, edhe në këtë rast nëse e prish, nuk prish, nuk ka gjë për arsye se konsiderohet se është me arsye shëndetësore. Një ashtu edhe pastrimi e dhëmbëve, po përdorimi i brushave, po i pastave aromatike, qysh me trajtu. E sakta është që nuk e prish, megjithëse disa fukaha janë ma rigoroz në këtë, thonë që pastat nëse përdoren mas iftarit është ma në rregull, kurse gjatë ditës me përdor brushën e thatë ose vetëm me ujë, kjo do të ishte më mirë, por edhe nëse përdorim pastën, inshallah nuk ka gjë të keqe përderisa kemi kujdes që mos çojmë diçka poshtë. Domethënë përderisa kemi shpërla mirë, edhe nëse ndjejmë ndoshta shijen apo freskinë e saj, ajo është ndoshta sigurisht ajo çështja e abdesit, shija ose shijimi i ushqimeve njëjtë është, pra nuk është se ka depërtu diçka, që mos më bëj vezvese dikush, se ndoshta dikush ka nevojë për shkak të aromës e kështu me radhë, mos më e lën këtë punë. Po mundet me kanë një intervistë ose diçka edhe e ndin veten siklet, pra mundet me përdor, nuk ka gjë të keqe inshallah. Hoxhë, theksum çysh dje, po e përmendim në mënyrë më konkrete, futja e lëndëve jo ushqyese në tru ose në palcën kurrizore. Dy çështje shumë të brendshme të trupit, thella besa, që i kanë trajtu fukahat, çysh janë trajtimet bashkëkohore. Në të kaluarën, kur kanë diskutu këtë çështje fukahat vjetër, e kanë konsideruar se çdo gjë që futet në tru ose në kokë, e kanë konsideruar është prej gjërave që e prish agjerimin, për arsye se ashtu siç përmendin bashkëkohor që e kanë siç thash mbrama tahqiqul manat, që është për qëllim ai verifikimi i arsyes së gjërave që e prishin agjerimin apo dispozitës,
Kanë thonë që ulemat e vjetër, posaçërisht fukahat e vjetër në libra të tyre, kur e diskutojnë këtë çështje, sikurse kanë nënkuptuar që ka një lidhje mes kokës ose trurit edhe organeve të brendshme, tretjes. Ka një vaj depërtimi. Ka një, dhe kjo ka qenë një konstatim i hershëm i mjekëve shumë të hershëm që edhe nëse kina i plagë në kokë dhe prek diçka mundet me. Ashtu kanë diskutuar. Mirë, po e sakta është që nuk ekziston kjo lidhje ose nuk ka ndonjë rrugë përqusen mes organeve të brendshme edhe trurit në përgjithësi, përveç enëve të gjakut edhe gjërave që janë të njohura. Tash. Në bazë të kësaj themi se nëse ka nevojë intervenim në kokë, plagë ose diçka në mjeksi janë të njohura këto forma, e saktë është nuk e prish agjerimin, për shkak se truri nuk është brendësi janë lukthi dhe organet të tretjes në përgjithësi. Kjo është dëshmon shumë lidhjen e fesë dhe shkencës edhe si evolojnë edhe qëndrimet fetare që temë në vetin ndoshta do të ishte, për shkak të rrethanave shkencore edhe. Po faktikisht ndoshta kjo është një nga ato përparësitë ose fshehësitë e fikut që ndoshta shumë pak njerëz e kuptojnë se si bëhet trajtimi i gjërave në Islam. Unë mund ta përmend vetëm një shembull. Kur kanë diskutuar fukahat çështjen e alkoolit, a është ndytësir apo nuk është ndytësir, trajtimi ka qenë në një kohë kur alkooli është përdorur vetëm për pije, për deje. Përderisa në kohën bashkëkohore alkooli përdoret në mjeksi, përdoret në kozmetik, madje edhe lëndë djegëse e kështu me radhë, pra ka evoluar përdorimi i alkoolit si substancë kimike pastaj. Dhe andaj edhe trajtimi i fukahave bashkëkohor ka qenë më në përputhje me rrethanat e situatave edhe ballafaqimeve të cilat i kanë pas. Përderisa ulemat e vjetër nuk kanë pas nevojë të bëjnë kësi shtjellime për shkak se qasja e tyre ka qenë për pije vetëm. Po dhe përdorimi shfrytëzimi ka qenë kanë diskutuar shumë i kufizum, po në bazë të rrethana. Prandaj edhe diskutimi i tyre bashkëkohorëve kur flasin edhe diskutojnë për përdorimin në kozmetik, në parfume të ndryshme edhe në mjeksi, e kanë trajtimin që e sakta është që ndytësira që përmendet për alkoolin është përse ndytësira kuptimore e jo ajo konkrete. E njëjta është edhe në këto, kemi pastaj edhe situata edhe shembuj të tjerë të shumt që është e nevojshme nga njëherë të rikthehen edhe të bëhet që tahqiqul menat që i thot në gjuhën arabe, pra rivlerësim i dispozitës në bazë të kuptimit apo gjërave tjera të cilat po kuptohen rreth asaj gjëje në përgjithësi. Mirë, ose kalojmë pak e njëjta është edhe në aspektin e dallimit mes apo të gjërave që dehjes janë alkooli edhe këto anestezionet që i përmendëm. Po edhe ajo është një lloj humbjeve dijes. Po, edhe ajo është humbje, mirë, po e bëjnë dallimin fukahat bashkëkohor më shumë se sa të kaluarën. E kështu me radhë. Pikërisht. Kalojmë hoç pak te pjesë tjera trupet, të syt, nuk i kemi përmend, ka edhe këtu disa elemente. Mas pari këto aspektet e jashtme të kozmetikës, domethënë make-upi dhe të ngjashmet me format e tyre, po edhe pjesë tjera, buskuqe, zbucat e kështu të fytyrës. Si me trajto? Në përgjithësi kremrat të cilat përdoren në trup, nuk ka dyshim, edhe mjekësia vërteton që nëse përdoren një krem në trup, në lëkurë, ajo thith, trupi thith ato substancat të cilat i ka në përbërja e krem. Madje një prej arsyeve është edhe synime është edhe kjo. Kemi tash format fllasterave që i ngjesim në trup, edhe ajo e pakson dhimbjen e kështu me radhë. Të gjitha këto e sakta është që nuk e prishin agjerimin, për arsye se nuk janë ushqyese, pra me qenë ushqyese faktikisht ndoshta në të ardhmen ose edhe sot ka diçka ndonjë preparat apo ndonjë bar që nëse lyhem me të, ajo lyri mund me qenë ushqim për trupin, e kam fjalën ushqim direkt sikurse me ngran, sikurse infuzionet, vitamine kështu me radhë. Atëherë në këtë rast themi që ajo e prish agjerimin. Mirë, po nëse është për qëllim bari ndonjë zbuc e kështu me radhë, atëherë sakta është që edhe pse e thith trupi ajo pjesa e sipërme, nuk e prish agjerimin. Mirë. Po pikat hoq, pikat e syve i përmendëm edhe dje kalimthi, po pak më. E njëjta është sikurse të hundëve, pra
Prap diskutimi është që a ka rrugë mes syrit edhe fytit që depërtoj. E saktë është që ka, për arsye se edhe nga njerë edhe e ndim shijen, po nëse është sasia e vogël, pra 1.2, atëre është njëjtë sikur se pikat e hundës, pra edhe nëse themi, apo mund të supozojmë që mund me shku diçka në brendësinë e lukt, atëra ajo sasia është shumë e vogël, ndoshta më e vogël se sa sasia kur të marrëm abdes edhe nxjerrëm ujin edhe mbetet uji në shpërlarje e gojës. Shpërlarje e gojës. Gjithashtu edhe vendosja e thjerrzave në sy, pasi që është praktik. Po, edhe ajo është lejohet, nuk ka gjë të keqe. Po, s'ka ndonjë depërtim aty. Po. Hoxhi, përmendëm të kremrat e kështu. Janë disa ngjitsa që përmbajnë nikotin. Për ata që kanë të lashe me duhanin, qoftë veç në Ramazan, ose edhe dojnë kanë përdorë si fazë për shmangin heqjen e duhanit. Dietarë bashkëkohor kur kanë folë për këto forma të ngjitsave, ka dy trajtime. Disa e kanë konsideruar njëjtë sikurse përdorimi i kremave kështu me radhë, nikotina nuk është ushqyes e kështu me radhë, edhe kanë thonë që nuk e prish. Disa janë pak më kategorik edhe më rigoroz, kanë thonë është e vërtetë që nuk është ushqyes nikotina, por trupi ka kriju një lloj varësie nga ajo, prandaj ti po e jep atë edhe po bën një lloj pushimi, pi jep një stabilizim, po një lloj stabilizimi në kuptimin po i jep trupit atë që po ta kërkon, sikurse ushqimin që e kërkon barku të njëjtën, prandaj edhe janë disa vujnë për duhan më shumë se për ushqim. Prandaj e saktë është, ndoshta më e mirë, më në rregull është t'i largohemi kësaj për shkak të këtij diskutimi edhe rezerve që kanë këta fuqaha. Po çka nuk kanë zbuluar, ngjitsa dietale, domethënë mos me ndje urinë. A bëhet kjo punë? Po ka edhe kjo me agjeru pa ndje uri. Edhe këtë kanë rezerva fuqahat, për arsye se edhe kjo është një lloj forme të stopimit të asaj ndjenje të ushqimit, pra ti de facto nuk po ushqen trupin, po jep një lloj sinjali për të mos kërkuar ushqim. Nuk mund të themi në formë të drejtë për drejtë që e prish agjerimin, po më e drejta është që ti largohemi kësaj. Se realisht ajo ndoshta edhe nuk t'jep aromë të agjerimit, nëse është aq e fuqishme që me të bë me undje një lloj pavarësie edhe për ushqim. Mirë, jemi gati ka fundi edhe pak na kanë me disa çështje. Hoxha, janë disa mesele që s'kan të bëjnë as me ngrënie, as me pirje, as me veprim, as mos veprim, por që kanë ndikim të fuqahat në prishjen ose mos prishjen. E kemi niyetin, që është tema fillestare e agjerimit, po shoqërimi i niyetit, apo prishja me niyet të agjerimit. Si e kanë trajtuar fuqahat? Dietarët e mëdhëbit Shafi janë shumë më rigoroz në këtë çështje. Kjo vjen në pyetje edhe te çështja e prishjes së abdesit, jo vetëm te prishja e agjerimit, nëse njeriu pra e synon me vendos me prish agjerimin ose edhe me prish abdesit, po ende nuk ka bën ndonjë veprim konkret për me mu konsideru se abdesi ose agjerimi është prish. Te Shafit posaçërisht thonë që automatikisht nëse vendos edhe je i sigurt, pra me vedije plot, jo vetëm supozim apo një ndërdije, po me vedije plot, atëherë thonë që edhe agjerimin e prish. Që më nisësh te frigoriferi me hap diçka me prish. Po, unë po shkoj për po thos spaska, e po kthena. Faktikisht tek Shafit e konsiderohet që ke prish. Mirë, po e saktë është ajo që ka konsideruar Hanefit, Malikit, edhe një pjesë Hanbelive, për arsye se ata janë të ndarë në këtë çështje, thonë që bazohen në atë pikpamjen rregullat përgjithshme në shariate që njeriu nëse në vetvete mendon diçka, nuk i mirët për bazë përderisa nuk e përkthen atë mendim në veprim. Kështu që përderisa nuk e bën një veprim konkret që nënkuptohet prishje, sikurse synon me prish me ujë dhe ka ujin para vetes, po ante se ka kap, nuk konsiderohet që e ka prish derisa ta fut gojë edhe e çon në brendësi, atëre në këtë rast e prish agjerimin. Për ndryshe, vetëm njeti në vetvete nuk është për gjërave që e prish agjerimin. E ngjashme me këtë situatë abstrakte është dhe fejleshimi, pavarësisht që është situatë begje komplikuar dhe ndërlikuar, po vetëm të çështja e agjerimit.
dalja nga feja nëse Po, nëse deklarohet qartë se ka braktis fed edhe don me heq dorë, atëherë edhe agjerimi i prishet. Edhe nëse nuk, pra vetë ajo veprimtaria, pra nëse ka në ndërdijen e tij ose si mendim e kështu, kjo jo, ama nëse bën një veprim, pra deklarohet qartë, atëherë edhe agjerimi prishet. Edhe pyetja e fundit, noti, zhytja në ujë, futet krejt trupi. Parimisht pastrimi njeriut, më pastru gjatë kohës kur je agjerueshëm, është e lejuar edhe valid edhe këtë nuk e kanë diskutu fukahat në asnjë rast se mundet me prish agjerimin. Për arsye se uji nuk depërton në brendësi, pastrohesh edhe del. Edhe noti, pra futja në pishin, nuk e prish agjerimin, por në këtë rast duhet me pas kujdes që ne e dim që shumë normale njeriu që gjatë zhytjes me pi pak uja diçka, prandaj në këto raste nëse e sheh veten që vërtet mundesh me ardh me rreziku agjerimin tan, më mirë është me ju largu. Megjithse nëse është vapa e madhe edhe ka njeriu të lashe, është e lejuar edhe mi hudh vetes ujë, me vendos, po më fresku, edhe nëse zhytesh edhe del me njëherë pra me kujdeset veçantë, nuk është prej gjërave që janë ndalume, ose edhe me kruh për agjeruesin në përgjithësi. Më ndërlidh hoxha edhe me temën e emisionit kaluam, përdorimi i oksigjenit edhe notit, domethënë zhytësat që futen, s'ka të lashe. Te oksigjeni s'ka problem, te zhytja s'ka problem. Ashtu. S'ka të lashe për ata që janë maraklit këtij sporti. Hoxha, kënaqësi që ishim bashkë me të faleminderit shumë. Zoti ju nderoft edhe ju. Shikues të dashur, këtu po e përmbyllim këtë emision, por jo edhe meselet, kemi edhe një emision tjetër për të diskutuar edhe gjërat që na kanë mbet. Ne takojmë sërish atëherë, mirëmbëjtje, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.